Shqipëria është e mbushur me historitë pabesueshme, shumica e cilave datojnë në fillim të viteve 90, kur Shqipëria u hap dhe shumë prej qytetarëve të saj u nisën emigracion ose vendosën të fillojnë punën, duke pasur një ëndër, duke pasur shpresën për një të ardhme më të mirë dhe që padyshim, për shumë prej tyre, puna, angazhimi, besimi dhe mbi të gjitha përkushtimi u shpërblye. E tillë është dhe historia e jashtëzakonshme e laboratorit Genius dhe doktor Besnikut, i cili e nisi në fillim të viteve 2000, mbasi kishte kaluar rreth 10 vjet si mjek familje në zonën e tij, kishte punuar, ishte specializuar si laborant, krejtërasisht si mjek laborant, krejtërasisht dhe njëkohësisht vendosi të largohej nga Shqipëria drejt Italisë. Por pikërisht në Itali, në momentin që Gomonia e la në vendin fqij, ku ai kishte vendosur të ndërtonte jetën e re, po themi, në emigracion, ai mori një vendim që të kthehej në Shqipëri dhe të investonte në një laborator. Në një laborator i cili sot ka më shumë se 170 punësuar, kryen rreth 10 milion analiza në vit, rreth 36 deg të shpërndarë dhe njëkohësisht një prej investimeve më serioze të asaj që mund quhet mjekësia e laboratorëve në Shqipëri. Një laborator prej 2000 metra katror, i gjithë automatik, me pajisjet më të mira moderne, të cilin do të zbulojmë përmes vetë shpjegimit doktorit, cili do rrëfej historinë e tij dhe bashkë me të dhe atë të laboratorit. Doktor, si e? Blendi, përshëndetje. Si kalon? Mirë se na erdhët në Genius. Mirë se u gjeta. Sa metra katror keni këtu? Laboratori bëhet rreth 1500 metra katrore i kompletuar për funksion laboratorik. 1500 metra katror, po është konceptuar për laborator? Specifikisht vetëm për laborator që në ndërtim, nuk është se keni marrë një ambient dhe keni përshtatur. Jo, kjo është 100% laboratori i konceptuar dhe komplet me standardet europiane, i cili është edhe i certifikuar me standardet europiane, njëkohësisht dhe i akredituar vetëm për laborator mjekësor. Po si arrite këtë 1500-2000 metra katror laborator? Me sa e ke nisur? E kemi nisur me rreth 35 metra katrore. Tani ku e ke përparsën time hymë, pa tregosh historinë brenda. Faleminderit, duhet ta vesh, është standard. Edhe si nise në fillim? Je mjek me profesion? Unë jam mjek laboratori. Unë kam mbaruar mjekësinë në vitin 1993. Domethënë pas kanë kapur lëvizjet e 1990 të studentëve. I kam përjetuar dhe kam marrë pjesë në gjithë lëvizjet e studentore. Dhe në 93-shin e mbarove studimet? Po, mbarova fakultetin e mjekësisë dhe pastaj u emërova mjek në qytetin e Kavajës, pasi punova rreth 2 vjet në zonat përreth Kavajës si mjek familje. Ishte e vështirë puna e mjekut familjes atë? Shumë e vështirë. Ishte edhe koha që gjithë po iknin, qendrat shëndetësore u shkatruan. Shkatrua totalisht. Dhe pastaj rreth 2 vitesh punë më dha mundësia për të marrë një specializim në fushën e laboratorit. Po, e zgjodhe vetë apo ta dhanë? Ishte shumë e vështirë në atë kohë të merre një specialitet që doja. Po ti çfarë doje vetë? Një mjek i specialitet të fushave të klinikës, o kardiolog ose një gastropatolog. Pra kishe ëndrrën e kardiologut dhe të çuan për laborator. Po ti them çuan dhe shkopet. Në fakt të pas kam bërë një super nder. Jo, në atë kohë nuk e quaj, ishte diçka që edhe këtë mos ta lëm pa një specializim. Ti u mërzite. Mërzite shumë. Shikoj si është jeta e njeriu, mërzitet se çojnë për mjek laboratori, mjeku laboratorit i del fati më i madh i jetës njëkohësisht. U specializove në Tiranë? Në Tiranë po, dhe sa kohë? Rreth 3 vjet dhe pasi fillova specializim 3 muajt e parë, u detyrova të më thënë drejtën si çdo shqiptar që donte të emigronte për një diçka më të mirë. Do që ike me Gomone? Patjetër. Nga Vlora. Të gjithë historitë e shqiptarëve në viteve 90 o me Gomone o me nga Mali në Greqi. Po dolën në Itali, Gomonia ishte rruga më e në mars 95-s bilës. Mars 95-s. Edhe me shpresë vendosë të shkoje të bësh mjek në Itali. Shpresoja. Kur arrit atje në Rom, atje takova një njeri të nderuar, mjek që sot nuk është gjallë ai. Italian. Mjek italian. Dhe ai, domethënë, me mua u tregua shumë si. Ti shkove qave hallin që të bësh mjek. Jo, të më siguronte një punë, diçka, Dhe ai u tregua shumë i mençur, shumë si ta them, i dashur, shumë i dashur, shumë i njerëzor. Më tha mua, sa të marrim punë do të marr me vete, do të bëjmë një xhiro deri në Rom. Më dërgoi në 2 laborator privat. Dhe më tha, nëse ti ke zgjedhur këtë specialitet është gjyna, që ti të përfundosh të punosh këtu. Pra të bish infermier këtu, ndërkohë që ti je specializuar për këtë. Dhe ty të lindi ideja të hapi laborator në Shqipëri. Pra atë kohë ndejta 2 muaj dhe në mes të shtatorit do riktheva. Vazhdova specializimin, mbasi mbarova specializimin në 2001, pastaj hapa laboratorin tim të parë në Kavaj. Në Kavaj. Po pajisjet ku i gjeta? Kushtoi shumë? Pajisjet në atë kohë ishin të mërshë shumë shtreta, e morëm nga Italia. Pate besim që do ecte? Unë kishe shumë besim sepse më krijua që në impaktin e parë kur pash në një vend tjetër ne ishin të gjitha këto lloj pajisësh.
Pse mos janë edhe tek ne? Po. Edhe kur ka Në Itali bleve, Po, në Itali. edhe instalove në Kavaj. Po Në pse Kavaj. nisën në Tiranë po vendosen në Kavaj? Unë atko ishe emëruar mjek në Kavaj. Dhe kishe klientelë, do në Klientele, pacientët njerëzit të tanë që ishin për rreth aty dhe ajo më dha një mbështetje dhe një shtys shumë të madhe për të rritur nga ana profesionale. Pasi edhe unë kur fillova të punoja kisha edhe mundësi të ndiqja të gjitha E konferencat. laboratori, që vitin e parë ishte sukses? Po, kishte një nevojë të tmerrshme sepse në laboratorët shtetëror nuk funksiononin. Kishin aparatore të shumë të vjetra. Kurse që në fillimet e parë ne mund të realizonin një gamë shumë të rreth 100 analiza, mund t'i bënin direkt që në momentin e parë me aparaturat. Biles aty ka lindur dhe ideja e emrit Genius Lab. Genius ja vure që në Kavaj apo kur erdhe në Tiranë? Që në Kavaj. Që në Kavaj. Nga Kavaja, si erdhe në Tiranë? Në Kavaj duke punuar gjithkohon dhe pata shumë mundësi dhe nga ana ekonomike për t'u zgjeruar. Pasi Tirana ishte në ekspansion atëherë. Po, Tirana kisha shumë nevojë plus edhe kisha shumë. Unë mbaj mend që Genius ka qenë një herë diku tjetër, një herë Po, ke lëvizur kështu pak, nga një vend tjetër. Çdo 2-3 vjet derisa kemi arritur këtu. Jeni këtu në zonën e Deliorgjit, në kompleksin rrugën e Deliorgjit, po, Kavajës. Tu jeni rreth 2000 metra. Rreth 2000 metra. Dhe ky nuk është i gjithë laboratori, është dhe pjesa tjetër. Pjesa tjetër që në katet e 0 dhe -1. Edhe përsëri themi që nuk kemi mjaftueshëm Sa datësira. laborator keni sot? Sot në bëhemi rreth 39 pika. 39 laborator. 39 laborator ku 17 i kemi vetëm në Tiranë. 17 Dhe të tjerë laboratorë jemi shtrinë në gjithë Dhe mbuloni çdo lloj analize? Të gjitha llojet analizave që duhen për trupin e njeriut. Kam vënë që ka laboratorë edhe në Europë që analiza shumë specifike, që nuk i bëjnë, nuk i kryejnë aty për arsye se janë shumë të rralla, i çojnë disa laboratorë specializuar. Ju keni partner? Patjetër, ne Blendi kemi partner dhe kemi shumë partner shumë serioz dhe lider ndërkombëtar, të cilët na realizojnë analizat më specifike. Pra se çoni pacientin atje, i merrni ju dën atu dhe i çoni kur bëhet fjalë për një gjë shumë specializuar. Për analizat tepër specifike. Po çdo analizë tjetër bëhet këtu? Çdo lloj analize tjetër bëhet. Pjesa më e madhe e analizave realizohet në laboratorin Genius Lab, ku kemi pjesën edhe të rutinës, por edhe pjesën e biologjisë molekulare, pra laboratorit gjenetik. Keni në laborator gjenetik? Ku keni në laboratorin gjenetik? Kemi në një zonë të veçantë, pasi ai është ka një nivel. Kërkon një izolim. Ka edhe një nivel sigurie të tjetër lloj. Kur tu jemi në nivelin sigurisë 2, në laboratorin tjetër është niveli sigurisë nga 2 deri në 3. Do mi tregosh pak pajisjet? Patjetër. Pajisjet nga vinë, nga cili ishte? Atëherë, teknologjitë që përdoren në Genius Lab sot për sot janë numër 1 në botë, do thotë. Nga ana Beckman Coulter, kjo është kompania amerikane, lider botror. Kompania amerikane? Po, amerikane, lider botror. Çfarë bën kjo pajisje? Kjo pajisje bën të gjitha llojet analizave të hormoneve, duke filluar të hormoneve. Hormoneve të hormonale. Hormonale, infektive, imunologjike të gjitha, me një kapacitet rreth 400 teste në orë. Ju e merrni direkt te Beckman Coulter apo e bleni për No, ne marrim direkt, jemi përfaqësuesi direkt të Beckman Coulter. Sa laborator ka në Shqipëri? Në Shqipëri sot rreth mbi 350 laboratorë. 350. Sa prej tyre janë realisht të standardeve europiane? Një numër i vogël Blendi. Në raport me një standard europian, çfarë diferencë ka për shembull laboratori juaj? Laboratori jonë nuk ka asnjë diferencë. Diferenca është zero. Asnjë diferencë. Diferenca zero. Bile që bën grupin e analizave të rekomanduara nga mjeku këtu, mund t'i çojë te çdo mjek kudo në botë dhe janë me të njëjtin standard në laboratori. Pasi sigurt e keni provuar? Patjetër, ne jemi gjithkohon të provuar sepse kemi plot pacient si të huaj dhe të vendas që nuk kemi patur kurrë një kontestim, pasi standardi i laboratorit dhe aparaturave që janë nuk është i njëjtë në gjithë. Po është vetëm standardi i pajisjeve, po mjekët që realizojnë ato? Patjetër, kjo është edhe ajo gjë më thelbësore. Në laborator punojnë mjekët e laboratorit. Dhe mjekët e laboratorit kanë një profesionalizëm dhe një aftësi që mund të bëjnë gjithçka për të kapur një rezultat. Çfarë është kjo pajisje? Ky është themeluesi i principit Coulter i matjes së gjakut, i matjes të qelizave të gjakut. Kjo kompani gjithë jetën e saj, domethënë gjatë gjithë kohës investon për research, për patjetër, për të ecur përpara gjithë. Absolutisht. Dhe ky është themeluesi. Është zhvilluar shumë tani teknologjia laboratorike? Absolutisht. Edhe në vitet e fundit? Absolutisht. Sa minuta del analiza? Për 60 sekonda. Për 60 sekonda? Po. Kapaciteti këtyre dy pajisjeve është 200, ky mund të bëjë 200 pacientë në orë. Po të shikosh gjithë këto grafika tregojnë numrin e komplet përbërësve të fundit. Për 60 sekonda ti merr 60 sekonda marrim rezultatin. Marr rezultatin. Rezultatin. Ktu fillon procesi.
Këtu fillon procesi i punës. Pasi vin mostra, Sa shumë pajisje pas këtë doktor. Të gjitha janë të njëjtës kompani, ë? janë dy kompani, Se këtu po shoh që ke Roche. janë dy lider botror, Beckman Coulter dhe Roche, Zvicera. Të dy këto sisteme mund t'i përdorin vetëm laboratorët të mëdhenj. Në ana profesionale vlera e këtyre dy sistemeve është kjo gjë që unë për të patur një rezultat absolutisht të sigurt, 100% të saktë, unë më duhet të rikonfirmoj. Double check. Absolutisht. Double check, pra kur shef një gjë që është shqetësuese, ti e kalon dhe në sistemin tjetër. Me njerë futën në sistemin... I cili është krejt independent në raport me sistemin e parë. Independent dhe i ndryshëm. Ti e fut në sistemin e parë dhe kur ke dyshime, e rikalon sistemin e dytë për të verifikuar nëse dënat midis tyre janë të njëjta.